Rama ka nënshkruar në vitet e kaluara marrëveshje të riadhësimit të shpejtuar të shqiptarëve. Pra shqiptarët që shkojnë emigrant në Angli merren përveshje nga shteti anglez dhe kthehen me shpejtësi shumë të madhe se tjerët në vendin e tyre, për shkak se Edi Rama pa tekli fare ka shkuar, ka firmosur ato marrëveshje. Mirë po, një njeri i tillë ndërkombëtarët mund t'ja kenë nevojën, por nuk kanë respektin. Dhe kjo shpjegohet edhe me atë mufkun që tha ministrja e brendshme mos gaboj angleze, këto ditë të fundit që patë edhe një lloj replike me Ramën, që i mori shqiptarët si shembull kështu që do i përzëm shpejt. Dhe Rama u indinjua, gjasë mbronte dinjitetin shqiptar, kur praktikisht ai që po i thoshte britanikëve, po u thoshte, unë kam bërë gjithçka që ju kërkoni tani, pse më merrni fytyrën. Pra unë dhe shteti shqiptar thoshte atë përgjigje, çdo kërkesë tuaj për riadhësimin e shpejtë shqiptarëve, pra që ti shkon në Britani, do të ndërtosh jetën aty, ke 1.1 halle, do të shpëtosh nga njerë dhe gjakmarrjes Shqipëria dhe problemeve vërtet vështira. Britania thotë ti je vend i sigurt, pavarësisht ti mund të mos jesh i sigurt si vend për atë njeri, dhe të kthen shumë shpejt. Kemi raste ku emigrantët shqiptar, madje ka pasur raste ku kanë vrarë veten nëpër këto kampe, nga stresi, nga mënyra se si trajtohen aty brenda. Dhe shteti shqiptar nuk ka ngritur një zërin. O të interesohet, këta njerëz që mbajnë kamp aty, a janë, siç pretendon ministrja britanike për turpin e Partisë Laboriste, a janë parazit që po hanë bukën e shtetit anglez qyl, apo janë njerëz që kanë shkuar në Britani për të punuar, për të kontribuar jo vetëm për veten e tyre, por edhe për ekonominë e atij vendi dhe po mahen në kushte të pa denja për njeriu.